Dita kombëtare të trashëgimisë kulturore shënon çdo vit me 29 shtator dhe është një nismë e mirë për të promovuar dhe arritur ndërgjegjësimin mbi ruajtjen e trashëgimisë sonë kulturore. Çdo 29 shtator vëmendja përqendrohet në dëshmitë e identitetit tonë kulturor të shfaqur në të trija dimensionet e tij, material, shpirtëror dhe natyror. Kjo ditë na kujton se trashëgimia nuk është vetëm një kujtim i së shkuarës, por një pasuri e gjallë që jeton në çdo gur të kalave, në çdo këngë popullore, në zakonet, gjuhën dhe lidhjen tonë me natyrën. Kjo ditë u vendos për herë të parë si datë zyrtare në vitin 2015, si një mënyrë për të festuar dhe nxitur vlerësimin për thelbësarët materiale dhe jo materiale që identifikojnë kulturën shqiptare, nga monumentet historike, kalat, muzet, te këngët, veshjet tradicionale dhe zakonet popullore. Qëllimi është të ofrojë qytetarët, sidomos të rinjët, në trashëgiminë e vendit dhe të nxjisë përfshirjen e komunitetit në ruajtjen dhe promovimin e saj.